Përshëndetje, jam Zana. Sot është 21 prilli, dita botërore e tokës, një ditë që kushtohet mbrojtjes së vatërës sonë të përbashkët, tokës. Por tani, ky planet blu po lëndohet nga gjithnjë më shumë fatkeqësi të shkaktuara nga moti ekstrem, duke përfshirë përmbytjet, thasirat, zjarret në byje e të tjera. Hullundimet shkencore kanë vërtetuar se moti ekstrem është i lidhur ngushtë me ngrohjen globale të shkaktuar nga emetimet e gazrave serë. Midis gazrave serë, dioksidi i karboni përbën më shumë se gjysmën e ndikimit në ngrohjen e klimës. Njerëzit kanë shkarkuar vazhdimisht të dioksid karboni në atmosferë gjatë përturimit të lëndëve tjekse fosile. Si pasojë, temperatura mesetare globale është 1.1 gradë Celsius më e lartë se në kohën para revolucionit industrial. Për të shpëtuar tokën, gjithnjë më shumë banor të thjeshtë po adoptojnë jetes më të gjelbër dhe më miqësore ndaj mjedisit. Ndërto, automjetet me energji të re po tërheqin vëmendje të madhe. Në këtë drejtim, makinat elektrike kineze me performancë të shkëlqyer dhe çmime konkurruese po gjejnë mirëpritje në tregun global, përfshirë Evropën. Nëse jeni të interesuar për blerje ose shitje të makinave elektrike kineze, mos humbisni këtë emision, se do t'ju prezantoj në vijim veçoritë të disa kompanive kryesore kineze të makinave elektrike dhe do t'ju shpjegoj një herësh. E para është BYD. Kjo është marka më e shitur e automjeteve elektrike në Kinë. Në 3 mujorin e parë të këtij viti, kompania shiti mbi 1 milion makina. Kompania ka aftësi të forta në kërkim dhe zhvillim. Bateria e saj dalloi në përsiguri të lartë, falë teknologjisë së përparuar. Gjithashtu, ajo ofron produkte të kategorive të ndryshme me një gamë të gjerë çmimesh, duke ofruar më shumë zgjedhje. E dyta është NIO. Kjo kompani pozicionon makinat e saj si një produkt të cilësor me çmim të lartë. Karakteristika e saj unike është shërbimi i ndërrimit të baterisë. Për të kariguar një makinë elektrike, zakonisht nevojitet të paktën gjysmore. Por një makinë NIO kërkon vetëm 3 minuta për të përfunduar zëvendësimin e baterisë në një stacion gjatë rrugës, gjë që është madje më e shpejtë se furnizimi me karburant. E treta është Xiaopeng. Kjo, në ndryshim nga NIO, fokusohet në makinat elektrike me çmim të arsyeshëm. Përveç çmimeve konkurruese, ka edhe një teknologji të mirë në drejtimin inteligjent. E katërta është Leading Ideal, ose shkurtimisht LI. Kjo kompani përqendrohet tek makina familjare, të cilat janë të pajisura me një motor që mund të ofrojë energji pasi mbaron bateria. Përveç kësaj, ka edhe kompani si Xiaomi, Geely e të tjera që spikasin për dizainin, kohë zgjatje të baterisë, përvojë të drejtimi dhe rehati të ulljes për pasagerët. Se i thot një shprehje urët, me të parë, me të besuar. Vlerësimi më objektiv vjen gjithmonë nga përdoruesit. Për këtë e kemi intervistuar zoti Petraç Milo, një ekonomist të njohur shqiptar dhe pronar i një makine kineze. Le të ndjekin përvoja e tij. Si është përvoja juaj me këtë makinë? Në fakt, që nga moment që ka marrë, ka një ndryshim në fakt të dukshëm, krahasuar me makinat me naftë, siç e kanë pasur përpara. E kanë pasur në faktikisht një makinë Nissan. Përvoja me bytjen është tërësisht e ndryshme dhe shumë e kënaqshme. Makina është shumë komode, me një brendësi moderne në fakt të brendshme dhe materiale shumë cilësore. Ulçet janë ergo-ekonomike, ka një ekran të madh qendror për menaxhimin e funksioneve, si dhe sistemi asistencës së drejtimit është shumë i avancuar. Ndryshimi i shpejtësisë është shumë i qetë, përshpejtimi është i fuqishëm dhe linear, gjë që bën ngjarjen apo ngarjen e makinës shumë të rehatshme. Një tjetër pikë e fortë është izolimi akustik dhe makina është shumë e qetë, gjë që ndikon pozitivisht në fakt në eksperiencën e ngjarjes së makinës gjatë udhëtimit, sidomos në udhëtimet të gjata. Cilat mendoni sipas jush janë avantazhet dhe disavantajet e përdorimit të kësaj makine elektrike në raport me makinat me djegje të brendshme?
Në fakt, siç e përmenda, avantazhi i parë, siç gjatë sa kohës unë përpara kam përdorur makinë me karburant, avantazhi në radhë të parë kursimi i karburantit që është shumë i ndjeshëm. Krahasuar për shembull faktikisht me Shqipërinë, për një mbushje me karburant të plotë të makinës në cilën mund të realizosh, të themi, një udhtim prej 450 km, të kërkohet një mbushje aktuale diku ke 70-75 euro, ndërsa me një mbushje me korrent, me energji elektrike, ajo do të kushtoj jo më shumë se sa, po të ecësh me shpejtësitë normale, do të kushtoj jo më shumë se sa 12 euro. Pra kjo është, do të thoja, më thënë avantazhi i parë dhe sigurisht ajo që përmenda që karikimi është shumë i lirë. E dyta është mirëmbajtja, që është shumë e thjeshtë dhe shumë e reduktuar, nuk ke nevojë as për vaj, as për filtra dhe sigurisht që ke nevojë për një mirëmbajtje minimale. E treta është drejtimi i qetë dhe pa ndotje akustike. Makinat janë shumë të qeta në udhtim dhe krahasuar me ato me karburant, të cilat faktikisht në një farë mënyre edhe janë pak shqetësuese. Tjetër është teknologjia e avancuar. Makinat kanë sisteme shumë mira për asistencë me drejtimit dhe lidhje smart me telefonin. Dhe e fundit fare do thoya është të kontribuojnë një mjedis të pastër ku ka zero emetim të gazrave, duke kontribuar faktikisht në uljen e ndotjes. Ndërsa disa avantazhe në rastin konkret do përdornim në rastin e Shqipërisë, në fakt do kishim infrastrukturën e karikimit, e cila numri pikave të karikimit në Shqipëri është i limituar. Do të duhet të vendosësh një karikim pranë banesës ose pranë parkingut në cilën ti parkon makinën. Dyta është autonomia, nëse bëhet fjalë për një rrugë të gjatë dhe në kushtet kur pikat e karikimit janë të limituara, ngelesh ka një problem faktikisht që shqetësues në lidhje me autonominë dhe koha e karikimit praktikisht e cila sipas aparaturave aktuale në Shqipëri minimalisht është 1 orë dhe maksimalisht zgjat disa orë. Këto do thoya janë dhe disa disavantazhe në lidhje me përdorimin aktual të makinave elektrike në Shqipëri. A do të rekomandoni të tjerëve makinat elektrike? Sigurisht që do të rekomandoja. Mendoj se makinat elektrike janë një investim shumë mirë dhe janë e ardhmen në fakt për një person ose një individ që dëshiron një mjet modern me teknologji të lartë, ekonomik dhe ekologjik. Sigurisht rekomandimi im do të jetë që njerëzit të analizojnë mirë nevojat në fakt të tyre, nëse bëjnë udhëtime shumë të gjata dhe nuk kanë akses të lehtë në pikat e karikimit. Atë mos jetë një zgjedhje më e përshtatshme për momentin, ndërsa në të ardhmen do të thoya me plotësimin e pikave të karikimit, sigurisht që do të jetë shumë e përshtatshme dhe tjetra do të thoya që në lëvizjen në qytet kjo është më së përshtatshme dhe sigurisht që shumë ekonomike. Siç tha sekretari i përgjithshëm i OKB-s Guterres, bomba me sahat për klimën po bën tik-tak. Përveç automjeteve elektrike, mund të kontribuojmë në mbrojtjen e tokës edhe nëpërmjet paksimit të produkteve të njëpërdorimshme, riciklimit të sendeve të përditshme, pjesëmarrjes në mbjelljen e pemëve, duke nisur nga çdo ditë. Në ditën botërore të tokës, le të punojmë së bashku për të mbrojtur vatrën tonë të përbashkët.